Nuk ka ndodhur këtë shekull, e s'ka ndodhur as në shekullin e kaluar, e së këndemi s'ka ndodhur kurrë që shqiptarët, kudo ku ata jetojnë, me u bë bashk për një kauzë, me protestu për një kauzë, siç po ndodh sot në Tiranë në ora 17, e ku tjetër, në sheshin Skënderbeu, mijave, qindra mijave prej krejt truje shqiptare kanë me shku atje, tashme jo nis, kanë me ngrit zonin e tëne, në mbrojtjet e ushtrisë lëvimtare të Kosovës, mbrojtjet krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit, Jakub Krasniqit. Këta nuk janë veç krerët e UÇK-s. Këta janë edhe themelues të shtetit të Kosovës. Prandaj e meritojnë mbrojtjen e juaj. Prandaj zoni juaj duhet me uni. E ku ma mirë, e ku ma shumë se në sheshin Skënderbeu, në Tiranë. Prandaj krejt ju që jeni atje. Nëse keni nevojë për internet, merrni mobisimin. Kur të futeni në mobisim, në aplikacion, e keni atje venin e qatit, pronarët e kompanisë kanë me bo zbritjet madhe, ndonëse çmimi është shumë i lirë, kanë me bo zbritjet madhe për krejt ju që i merrni paketat e internetit.